fituar këpuca e artë për vajza. Fituesja është Megi Doçi. 1.820 në fush, 20.000 ndeshje dhe një shifër që flet vetë. 83 gola, ajo ka dominuar kategorinë A biznes superiore për vajza dhe ka vendosur standarde të jashtëzakonshme për eficiencën dhe talentin. Megi Doçi. Megi është absolutisht krenari që futbolli shqiptar ka një talent si ty. Kur flasëm gjithmonë për futbollin e vajzave, është më tepër. Unë do të pyes cila ka qenë pengesa më e madhe që ti ke kaluar për të qenë aty ku je sot. Ratë parë me mbrëma, është knajtësi për mu që marrë një çmim nga një lojtar i kombëtar si Ervin Skela. Realisht jam rritur duke parë golat e tij dhe emocionet që kam përjetu duke parë atë duke luajtur jam menduar shpesh herë që ta amitoj edhe po kam dashur pse që ky futboll. Që dalë të pyetja juaj, vështirësia më e madhe për mua ka qenë që të thyej mentalitetin që një femër mund të luajë futboll, pasi një femër për gjithë meshkujt shqiptar ishte që të lajë enët edhe të rrinë në shtëpi dhe jetë të luajë futboll. Kështu që unë në fakt ky çmim është shumë e veçantë, patjetër si çdo çmim tjetër, pasi është puca e 5 apo e 6 që marr, du të falenderoj patjetër shoqjet e ekipit, pasi këto gola nuk shënoj vetëm unë, janë gjithë shoqjet e ekipit, ata që punojnë shumë që të konkretizojnë në fund. Patjetër nuk du të harroj edhe trajnerat që na mbështesin që gjithkohës, po ashtu edhe presidenti Lazar Madia për mbështetjen e vazhdueshme që na ka dhënë dhe ecurinë që kemi pas ti në kampionatin shqiptar, po ashtu edhe në Europë. Faleminderit. Në fakt, do të falenderoj dhe Federatën Shqiptare të Futbollit për mbështetjen që jep futbollit femrave, patjetër do të them diçka të fundit. Unë zgjatëm shumë shpeshherë, por këtë çmim në fakt sonte kam një dedikim veçantë dhe do t'i dedikoj mamit tim, pasi për mua ka qenë shumë e vështirë, realisht nuk e besonte askush që unë sot jo vetëm që sot mund t'isha këtu për të luajtur futboll. Besoni që në shtëpi mami më priste shpeshherë topin, unë e di që edhe po më sheh live tani. Ajo e para nuk e ka besu që unë do t'jem të sot, ajo nuk linde që t'jem më shokët në shkollë, gjithë shokët shkollë dhe shoqët më thonin që ti nuk më t'luash futboll, ti s'do bësh kur futbolliste, po ja ku jam sot, me shumë kupa, kampionate, topat atë kuskarta dhe kupa më mirë se përsta që të një. Që që këto kusa është ka problematike. Faleminderit, përshëndesim me mamën e familjen tënde, faleminderit. Uroj që të jetë penare për vajzën që ka lindur. Faleminderit,